Për Bashkinë Shkodër, një nga prioritetet e punës tonë ka qenë krijimi i kushteve sa më të mira për fëmijët edhe për nxënësit që frekuentojnë kopshtet edhe shkollat e Bashkisë Shkodër. Së fundmi kemi qenë përfitues të 3 projektimeve për 3 shkollat nga më kryesorët në Bashkinë e Shkodrës, konkretisht shkolla Skënderbej, shkolla Prangjakova edhe shkolla Gjergj Vat Martini në Vilipoj. Këto shkolla arrin në një numër total prej 1000 nxënësish përfitues së bashku me mësuesit e tyre dhe është një mundësi shumë e mirë që ne të vijojmë punën që po bëjmë tashmë në shkollën Nermieda, në shkollën Koli Dromeno, fillimin e punimeve në shkollën Ismail Qemali, Tring Smajla apo 28 Nëntori. Është një angazhim i cili nuk ndalet dhe do të vijojë bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit në mënyrë të tillë që këto 3 projektime të bëhen realitet dhe të fillojnë sa më shpejt edhe zbatimi i punimeve për to.